Monarkofashistët greke kanë gati 25 vjet që deklarojnë se janë në gjendje lufte me Shqipërinë. Për arsyen bindëse se Italia fashiste që sulmoi me armë dhe pushtoi Shqipërinë më 1939 sulmoi dhe Greqinë. Duhet një logjikë fashisti grek që të gargariset 25 vjet me radhë me këtë ide geniale dhe unikale. Por ne u themi fashistave grekë, nuk e shikoni, ju prish gjiza Republikës Popullore Shqipërisë se ju deklaroni se jeni në gjendje lufte. Por ne e kemi për detyrë si paralajmëroj. Uleni bishtin, që në rast se do të gjinin aventura, do t'ju ndëshkojmë rëndë. Në qoftë se ju do të godisni kufit tona, ne do t'ju kthejmë në kërma. Në qoftë se mendoni se jeni e prorë në njerëz dhe në armatime dhe Shqipërinë socialiste do të gërtisni shpejt e shpejt, provojeni sa ju vlen lëkura. Në qoftë se ju mendoni të sillni zjarrin në kufit tona, ne ju themi se zjarri që ju ndizni do të përvelojë vatrat tuaja dhe atëherë do të qërohen mire sapet. Do të vihen me dormos të vend pa drejtësitë mbëlla që janë bënë Shqipërisë gjatë historisë nga klikat shoviniste të Ballkanit dhe imperialistë të ndryshëm.